Sjar Hoxha i kategorisë U15 në Atletik Klub Shkodra është njëri prej talenteve që stafi teknik e konsideron me të ardhme shumë premtuese. Sjar, por nisin i det italisë. I kënaqur për këtë turne? Shumë i kënaqur, është viti i katërt që marr pjesë në këtë individ, është një eksperiencë e re, edhe shpresojmë që të kthehena me trofe. Cili është objektivi që ekipi juaj ka në këtë turne? Objektivi është të bëjmë një paraqitje sa më të mirë, më ne shohim edhe çërinë që më bëjmë atje parë, shpresojmë një trofe. Keni qenë vitin e kaluar pjesëmarrës i këtij turneu? Po. Dhe çfarë të veçantë ka ky turne i si vjetën në krahasim me vitin e kaluar? Është një eksperiencë e veçantë sepse ka ekipe prej shumë rrethave që mundesh me o nesh me ta, shumë vetave i vjen ky shans. Atletik Klub Shkodra ka fituar trofe jo pak herë në edicionet e mëparshme. Synoni një të tillë si vjet? Shpresojmë inshallah. Ju luani në pozicionin sulmues dhe natyrshëm për të fituar duhen golat për Atletikun. Premtoni gola në këtë turne? Do të bëjmë atë mirën tamë, shpresoj gola dhe trofen me shumë mundësi do ta bëjmë Shkodrën. Faleminderit, rrugë të marrë dhe suksese. Shumë faleminderit.